janë lojra të dukshme dhe të përdorshme gjatë gjithë kohës. Këto janë lojra diplomatike, lojra politike që i luajnë të gjithë vendet, dhe sidomos në një situatë të tillë kur kërkohet patjetër të përçajë. Deklaratat e Trumpit për shembull gjithmonë ka thënë ne po flasim me regjimin e ri. E kupton? Nëse kush ishte regjimi i ri nuk dihesh, domethënë. Por hejet e dyshimit për të krijuar një përçarje brenda. Por ajo që është dhe që ka treguar sidomos gjatë këtyre 37 ditëve luftime, ka treguar që sistemi në Iran nuk është unipolar, pra nuk vendos një njeri dhe i hikuj ky njeri dhe mbaroi. Garda revolucionare ka tashmë atë frenat në dorë, themi, të sistemit, sepse ata janë në formë piramide, funksionojnë në formë piramide. Pra, çka do të thotë që vendimet i merr garda dhe kur u zgjodh kamini i ri, ishte këshilli që vendosi. Aty nuk vendos presidenti, as kryetari i parlamentit. Aty ka këshill. Edhe vet lideri i tyre shpirtëror nuk vendos nëse këshilli është kundra. Ka një sistem tjetër, themi, sepse edhe zgjedhja bëhet në këtë lloj forme. Pikërisht kjo është rruga që ata kanë zgjedhur, pra këtë lloj regjimi kanë futur. Ky lloj regjimi nuk të lejon përçarje. Se e para që është atje është garda revolucionare, pastaj vjen ushtria. Pastaj vje presidenti, vje kryetari i parlamentit. Pra, këta nuk janë se kanë fuqi. Vërtet është president, por nuk ka fuqi vendimmarrje, përsa i përket sepse është ai këshilli i famshëm i Ayatollavit të tjerë. Nuk dimi që ta krahasoj, domethënë gjesh një tip krahasimi tjetër se si funksionon atje. Atje funksionon ndryshe, funksionon në mënyrë kapilare gjëja. Pra, ti nuk mund marrësh vendime pavarësisht se kush je. Ti nuk mund marrësh vendime vetëm. Pra, pse thash unë, dhe të dërguar që dërgoheshin në tavolinë ishin të dërguar të Khomeinit, që ka të gjithë fuqinë, por në fund fare dhe Khomeini vet nuk mund të caktonte dhe të vendoste vet. Sepse dhe para se të vdiste, para lufte ka deklaruar që ne kemi ndryshuar sistemin e komandimit. Dhe prandaj kur vritet një person, del direkt personi tjetër. Pra nuk kalon absolutisht asgjë. Atë sistemin mozaik që ndërtun, këta e sollën këtë lloj sistemi. Pra, çfarëdo që të ndodhi, nuk mund të ketë revolt, sepse të kesh revolt apo të përdorësh një grup shteti, duhet të kesh gardën e cila është gardian. Është një, nuk di, kur ka qenë sultani që përdorët atë gardën e tij. Jeni qertë, për shembull, ai përdorte, po jeni qertë që vrisin sultanin, po dhe vendosin sultanin. Gjithë shqiptarë ishin ata. Jeni qertë. Ka qenë grup në vete. Pra, ata jo se merrshin vendime, po në momentin ku shifshin që ti tradhtove, ata të ishin qafe. Pra nuk e ka të tagër presidenti atje. Nuk është president, se nuk jemi në një republikë presidenciale që ka tagët presidenti. Edhe në republikë presidenciale prap ka dhe ty i këshill. Se nëse bota qëndron vetëm tek uni, atëherë do shkatrohet. Presidenti i Amerikës vërtet është uni. Amerika vërtet është uni në botë. Dhe presidenti është uni, por u pa dhe u vërtetua disa herë gjatë kësaj kohe që vërtet ka dhënë urdhër. Edhe kur dha urdhrin që anijet amerikane të shoqërojnë në ngushticën e Hormuzit, ishte po komanda që nuk e pranoi.
Dhe pastaj doli me deklaratën tjetër kur tha që dilni vetë edhe shoqërojnë. Pra dhe atje, tërheqja që u bë, nuk u bë nga dëshira e Trumpit. Vetëm. Se dhe atje ka një shtab tjetër. Mlidhet ajo dhoma atje, mlidhen ca njerëz atje. Janë ca elita aty. Që ju dëgjohet fjala, nuk janë elita që nuk I njeh njeri. Kështu që këto janë deklaratat të cilat bëhen për të futur atë përçarjen, për të futur atë idenë që ne kemi njerëz aty brenda, ne mund të bëjmë çdo gjë, por nuk janë reale, nuk janë konkrete. Kjo është e gjitha. Është thjesht në vazhdën e propagandës. Supozojmë kur vjen në një moment, për shembull, nëse ti lajmi nuk se kemi pas shumë lajme, për shembull gjatë 35 ditëve, 37 ditëve ka pas shumë lajme për luftën. Mi po një lajm nëse ti nuk e konfirmon në 2-3 dhe sidomos 2-3 vende të cilët janë sigurta, lajm që japin lajme të sigurta, ti nuk mund ta marrësh mirëfill. Po e merr si lajm. Po jo të mirëfill. Sepse je në gjendje lufte. Dhe në këtë situatë nuk mund merret një deklaratë edhe të bëhet. Sa herë kemi pas gjithë 37 ditëve, Trumpi një deklaratë ka bërë mëngjes, pastaj atë që ka thënë mirë se ka kundërshtuar në drekë, ka kundërshtuar në darkë. Pse janë deklarata momentale këto. Këto janë për t'i dhënë frym, për të bërë atë euforinë, për të përdorur propagandën tek populli jot, për të bërë atë politikën tek populli jot. Po për t'i dhënë ushtarëve edhe një farë ritmi. Këto njifen që në luftë gjithmonë njifen këto. Propaganda ka shkatruar botën në kohë paqe. Sepse nuk ka negociata që ulesh sot në tavolinë dhe sot u ule sot ram dakord, nëse do bien dakord ashtu siç pretendohet, domethënë, atëherë nuk janë negociata e para dhe kjo luftë që ka bërë kot e dyta. Por do ketë shumë kundërshti. Jam I bindur që pala iraniane nuk do lëshoj, ashtu siç nuk do lëshoj edhe pala amerikane. Nuk besoj se Amerika do të arrijë atë konkluzionin që të largohet përfundimisht nga lindja e mesme, mos ngjet më ndikim. Kështu që do jenë negociata shumë të forta, por nuk besoj se do ketë një marrëveshje të mirëfillt për sa I përket kërkesave që ka Irani në radhë parë. Dhe ajo që unë parashikoj ashtu siç herën e parë, herën e dytë edhe herën e tretë Izraeli do të jetë ai vendi I cili do t'i prishë negociatat. Do ta gjej një mënyrë apo një sulm apo nuk di se çfarë, po do të jetë ai vendi që do t'i prishë negociatat se Izraeli në asnjë moment, pavarësisht çfarë do lloj negociata të bëjë dhe sa do të vijë dakord Amerika, keni të bindur që pa dëshirën apo pa pëlqimin e Izraelit, nëse Izraelit nuk do t'i pëlqejnë ato negociatat, do filloj luftën prapë. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit edhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.